Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Deputeti dhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Çuni, do t'jetë pas pak me ne i ftuar në studio për diskutuar lidhur me situatën aktuale politike pas dështimit të mandatarit kryeministrit dhe Tyra Albin Kurti për të formuar qeverinë. Cili do të jetë qëndrimi i LDK-s nesër në mbledhjet të kryesisë sa i përket votimit të buxhetit për vitin e ardhshëm dhe nëse deri më tani LDK-ja ka pranuar një ftesë nga ana e presidentes lidhur me takimin e liderëve dhe cili do të jetë propozimi i LDK-s sa i përket zgjidhjes aktuale të situatës politike. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Osmani takohet me presidentin bulgar, flasin për heqjen e masave dhe statusin e vendit kandidat në BE. E nga Parisi, Kurti flet për rëndësinë e antarësimit në BE e në NATO. Gjykata Supreme refuzon patin që kundërshtoi vendimin për ndalim të vënies së shamive nga nxënësit. Sipas vendimit, mashti ka të drejtë të ndalojë uniformat fetare në shkolla. Më 16 nëntor OVL UÇK-s protestën e radhës e mban para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasbourg. Deri më tani janë mbajtur 3 protesta. Pas sulmeve që lanë mbi 100 palestinaz të vrarë në Gaza, Izraeli thotë se është rikthyer anëpushimi. Presidenti amerikan u dal në mbrojtje veprimeve izraelite. Presidentja Vjosa Osmani është takuar me presidentin bulgar Ruman Radev. Heqja e masave dhe statusi i vendit kandidat ishte temë diskutimi mes presidentes Osmani dhe presidentit bulgar. Ajo homologun e saj bulgare ka cilësuar mik të Kosovës dhe mbështetës të aspiratave euroatlantike. Osmani po qëndron në Riyadh me ftesë të princit të kurorës së Arabisë Saudite Muhammed bin Salman dhe do të marrë pjesë në forumin për investime dhe inovacion. Kosova po përballet me masa nga BE për shkak të siç është thënë tensioneve të para disa viteve në veri. Kosova po ashtu është i vetmi vend në rajon që ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka qenë i ftuar të martën mbrëma në darkën e shtruar nga qarku diplomatik i Parisit, ku të pranishëm ishin personaliteteve të hallkave diplomatike, politike dhe ekonomike të Francës. Në një njoftim të zyrës së kryeministrit thuhet se Kurti në këtë darkë ka folur për rëndësinë e angazhimit dhe vlerën e shtuar të antarësimit të Kosovës dhe të gjithë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërsa sot Kurti po merr pjesë në edicionin e 8 të Forumit të Paqes në Paris me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf, ka vizituar Selin e KFOR-it, ku është pritur nga komandanti i KFOR-it, general-majori Oskan Ulutash. Rudolf ka thënë se KFOR-i mbetet shtyllëkyçe e sigurisë, stabilitetit dhe bashkëpunimit në Ballkanin perëndimor. Gjatë takimit të tyre, Rudolf shprehu vlerësimin e tij për punën e jashtëzakonshme që KFOR-i vazhdon dhe i falenderon ata për shërbimin e tyre në promovimin e paqes dhe stabilitetit në Kosovë, thuhet në postimin e ambasadës gjermane në rrjetet sociale. Diplomati Gjerman është pritur në takim edhe nga ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci, me të cilin kanë diskutuar për situatën e sigurisë. Në njoftimin e lëshuar nga Maqedonci thuhet se ambasadori gjerman është informuar edhe për kapacitetet aktuale të FSK-s, ndërsa Maqedonci ka shtuar se diplomati gjerman i ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen që shteti që ai përfaqëson i ka dhënë Kosovës. Më 16 nëntor pritet të mbahet protesta e radhës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Kjo protestë do të mbahet para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Kryetari i OVL të UÇK-s, Hysni Guxhati, në një konferencë për media tha se protesta do të mbahet në Strasburg, ku sipas tij edhe nisi padrejtësia ndaj UÇK-s kur u votua raporti i dikmartit. Ai theksoi se do të protestohet për të kërkuar drejtësi dhe për treguar se e vërteta për luftën shtirimtare të Kosovës nuk mund të shtrembrohet. Kjo është protesta e katërt pas Prishtinës
Prishtinës, Hagës e Tiranës. Nga ana tjetër, gjykati ka thënë se dëshmia General Vesni Clark do të jetë një bombë për gjykatën speciale. Clark mund të udhtojë në Hagë vetëm pas datës 17 nëntor, prandaj dëshmia e tij pritet të nisë më 18 dhe 19 nëntor. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryziu, i ka cilësuar pazare dhe të palogjikshme disa koalicione që po arrijnë në prag të randit të dytë të zgjedhjeve lokale. Ai në një shkrim në Facebook ka thënë se partitë nuk mund të sillen si armike në nivel qendror e si partnere në atë lokal. Ai me tjerash ka theksuar se qytetarët nuk mund mbeten pa institucione ndërkombëtare, ndërsa politikanët arsyetojnë se po bashkëpunojnë në komuna për të mirën e qytetarëve. Në disa komuna janë rritur tashmë marrëveshje me subjekteve që synojnë të marrin në udhëheqje komunat në raundin e dytë. Në disa raste janë arritur koalicione me subjekteve që në muajt e fundit kanë refuzuar të bashkëpunojnë në nivel qendror. Së fundmi koalicione janë arritur në disa komuna për shirë vendosjen me AK në Prizren e Jonik, si dhe PDK-n e LDK në Fushë Kosovë. Gjykata Supreme e Kosovës ka refuzuar si të pathemelt ankesën e Aleancës për Ardhmëritë Kosovës lidhur me procesin e votimit në komunën e Jonikut gjatë zgjedhjeve komunale të 12 tetorit. AKR në ankesën e saj kërkonte anulimin e zgjedhjeve, pastrimin e listave të votuesve dhe rivotim në Jonik. Partia kishte pretenduar se një numër i konsiderueshëm votuesish ishin regjistruar si banor të Jonikut në 3 muajt e fundit para zgjedhjeve, duke ndikuar sipas saj në rezultatin përfundimtar. PZAP-ja kishte refuzuar më herët ankesën e AK-s si të pabazuar, ndërsa pas këtij vendimi subjekti politik e kishte dërguar rastin në Gjykatën Supreme. Në gjykimin e saj, Supremja konfirmoi qëndrimin e PZAP-s, duke theksuar se pretendimet për ndryshimet paligjshme të vendimeve nuk përbëjnë parregullsi që lidhen drejt për drejt me ditën e votimit, por mund të jenë objekt hetimi nga prokuroria nëse ekzistojnë elemente të ndonjë vepre penale. Në Jonik do të ketë balotazh më 9 nëntor mes Rushdisheut të LDK-s dhe Agron Kuqit të AK-s. Gjykata Supreme i ka dhënë të drejtë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Inovacionit lidhur me moslejimin e bartjes së shamive në shkollat të mesme të larta. Në bazë të gjykimit të Supremës, Ministria ka të drejtë të ndalojë uniformat fetare në shkolla përmes udhëzimit administrativ. Gjykata konstatoi se këtë fuqi ia japin ligji për arsimin dhe ai për arsimin parauniversitar. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit është përgjegjëse për uniformat dhe ka të drejtë të mos lejojë në shkolla bartjen e shamis për mbulimin e kokës, ka konstatuar Gjykata Supreme. Udhëzimi administrativ që ndalon bartjen e shamis nga nxënësit u sfidua në gjykat nga rrjeti i femrave për zhvillim profesional Arrita, por Supremja e refuzoi padin dhe i dha të drejtë ministrisë. Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës në mënyrë të qartë dhe detyruese përcakton se nxënësit obligohen për bartjen e uniformës shkollore. Ky formulim përbën një detyrim ligjor të drejtë për drejtë për nxënësit dhe njëkohësisht me vetë natyrën e tij përjashton çdo formë tjetër të veshjes që nuk përputhet me uniformën zyrtare të përcaktuar nga institucioni arsimor, pasi një dispozit detyruese nuk mund të zgjerohet apo relativizohet me interpretime që do ta bënin të pavlefshme qëllimin e saj rregullues. Pos ligjit për arsimin parauniversitar, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja Delushe Halimi gjeti se edhe ligji për arsimin ja mundson Ministrisë së Arsimit ta ndalojë bartjen e shamive nga nxënësit e shkollave të mesme të larta. Ky autorizim ligjor i jep Ministrisë bazën juridike për të përcaktuar standarde të detyrueshme disiplinore dhe rregulla të përgjithshme të sjelljes, përfshir edhe rregullat që lidhen me veshjen dhe pamjen e jashtme të nxënësve me qëllim të ruajtjes së rendit, uniformitetit dhe neutralitetit në ambientet shkollore.
Bazuar në aktgjykimin e Supremes, shtetet e rregullojnë në mënyra të ndryshme bartjen e shamive në shkolla. Si shembull, Supremja e përmendi rastin e njohur si Dahlab kundër Zvicrës në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, ku konstatua se shteti mund ta kufizojë shprehjen fetare kur ajo bie ndesh me rendin, sigurinë apo barazinë gjinore. Sipas Supremes, kuvendi ka përcaktuar kufizime të pranueshme në lidhje me veshjen e nxënësve dhe ja ka lënë në diskrecion ministrisë caktimin e rregullave se si duhet të duken nxënësit nëpërmjet akteve nënligjore.